Kë është artefakti më i vjetër cilin e keni? Është shtypja për punimi i linjit. Këtë është pjesa, në fakt, si gazetare e preferume jam, ja? Po i shoh disa prej veglave, instrumenteve të cilat janë konë të radios, që shka evolu. Radioja dhe që janë gëgjatë vjetra, Po, këto janë vjetra, këto e njofi unë si 5 vjeçare, kur gjyshi e vjerke nalt me të njëjtën markë, me të njëjtën gjohë, dhe me thonën. Edhe kjo është radja që jenë përdorë, dhe me thonën, ka pas, çdo familje ka pas nga një radio, këto jenë pak ma të vonshme, edhe këto zakonisht i kanë prupi Gjermani, se di se babën e kanë pas në Gjermani, që ishtë 69-ën. Mërgota dhe atëherë Po. Kë është artefakti më i vjetër cilin e keni? Kjo është mbi 100 sa vjet, 120 vjet me siguri ka. Është shtypja për punimi i linjit. Tregona pak ma shumë se na që sim kësoj one, kena pak vështirë me ditë dhe qashtë, linje, qysh përpunët. Edhe sot asaj dite, kur t'i blem në majicat, shkrun line, shkrun pa onvole, pa muk të me thonë, edhe line, linj. Ka jenë prodhimet ma që ndosha për trupin. Linja është prodhu në strush, edhe sot asaj dite kemi këtë pjesën poshtë ndër shpijat që toka linishta, dhe me thonë, që aty është mbjell lini, edhe është rrit prej aty në luleve të linjit mandena ato që i kanë bo, i kanë përpunu me këto, i kanë coptu dekteri saj e kanë pasat masën e vetë, nuk i njoh edhe unë, nuk i kom arrit, po e disin bas të regimeve, edhe i kanë bo sendet e mbrendshme. Për lëkurën, dhe me thonë, ma të buta, ma të mira, edhe ato jenë zi, nuk si sot pambukun që i përdorim, edhe lajnën që shkru në për majica tona, edhe atëherë, dhe me thonë, zakonisht i kanë bo edhe këto të mrençmet, tonet, majicat, nënkmishat, për mashkujt, për femna, për fëmi, prej linjit. Që sa vjetë është nëllë kjo veprimtari më shatë? Unë nuk e kam arrit, me siguri është, dhe me thonë... Pak ma e hershme? Pak ma e hershme, dhe me thonë ka 70 vjetë në shtatë që është ndalë. Që kish mujtë, dhe me thonë edhe vetë, shati me kriju një lloj fabrike, dhe me thonë, sot kreti kemi të importume në vend që... Atëheri kanë punu, se veshja e struzhës është e vjetra, ma e vjetra është veshja me këto kanacat që po vishën sot, këto dimijat që janë, këto e në konën me të linit, po e në konë si, do me thonë si pustana, dikterit e ashti i kambës, për fundi i kanë pas to si pantolona pak ma gjana. E këto i kanë pas rreth e rreth, mandena edhe ato konveshja e vjetër e struzhës, unë e mbajnë men një halë të gjyshi, që vike mysafirë të na, ka qenë martuna ndena ka vri, ka atë magja. E ajo se ka hik veshjen kur. Me thonë, ajo ka qenë veshja e vjetër e struzhës.